Presidentja Siljanovska i porosit gjykatësit kushtetues që të jenë të kujdesshëm me rastin e ligjit të gjuhëve. LSDM akuzon krerët e Ministrisë të Punëve të Brendshme se po favorizojnë familjarët. Hapet tenderi interkoneksionit ndërmjet Maqedonisë, Veriut dhe Shqipërisë. Kosova lëshon urdhër arest ndaj Milan Radojčićit për krime lufte në Kosovë. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Në gjykatën kushtetuese është duke ushqyrtuar ligji i përdorimit të gjuhëve, dokumenti i cili tashmë është shndruar në një bombë të kurdisur që mund të shkaktojë tensione ndëretnike. Presidentja Gordana Siljanovska për televizionin Shenja ka thënë se nuk do të ndikojë tek gjykata kushtetuese, por porositi gjykatës të mbështeten në kushtetut dhe në mendimet e Komisionit Venetikut. Ligji për përdorimin e gjuhëve, respektivisht përdorimin e gjuhës shqipe, vazhdon të jetë një nga temat më të nxehta në vendin tonë. Nëse do të lejohet përdorimi zyrtar i shqipes ose ligji do të shpallet antikushtetues, do të vendos gjykata kushtetuese. Pikërisht këtë institucion sot e vizitoi presidentja e vendit Gordana Siljanovska-Davkova, po edhe pjesa më e madhe e ambasadorëve të akredituar e që veprojnë në Maqedoninë e Veriut. Pikërisht për temën e shqipes, televizioni Shenja e pyeti presidenten Siljanovska. Sipas saj, gjykatësit e kushtetueses duhet të veprojnë drejt, me guxim e duke mos rënë pre e ndikimeve politike. Nuk dua të ndikoj tek gjykata kushtetuese, por do e jap një porosi gjenerale. Të mbështeten në kushtetut, ta mbrojnë kushtetutën, të jenë të guximshëm, të mbështeten në amicus curiae dhe mendimin e Komisionit të Venetikut dhe në atë mënyrë nuk do të gabojnë, të abstrahohen nga politikanët në momentin kur do të vendosin. E kreu i kushtetueses vendosi që të mos i kushtojë rëndësi kësaj teme, duke treguar edhe një herë prioritetet që i ka. Për çështje që nuk kanë të bëjnë me temën do të përgjigjem të mërkurën, sepse për mua kjo çështje që po flasim sot është shumë e rëndësishme. E kam thënë edhe në konferencën time të parë pas emërimit dhe kam treguar se cilat janë prioritetet e mia. E kur fillojnë të realizohen prioritetet që kam, jam shumë i lumtur. Një nga prioritetet ishte se do të bisedoj me të gjithë faktorët për nevojën e sjelljes së një ligji për gjykatësit kushtetues. Në gjykatën kushtetuese, sot është organizuar debat për nevojën e sjelljes së ligjit për gjykatën kushtetuese, debat në të cilën mori pjesë veçqerash edhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Angela Ageler, por edhe ambasador të tjerë të akredituar në Maqedoninë e Veriut. LSDM sot ka akuzuar drejtuesit qeveritar se po keq përdorin pozitat e tyre zyrtare për të favorizuar familjarët. Partia opozitare ka njoftuar se ka siguruar informacione nga brenda MPB-s se dikush nga ky institucion ka ndikuar për të mos i shqiptuar gjob vëllait të kryetarit të komunës së Gazibabës, i cili është kapur duke vozitur me shpejtësi më të madhe se e lejuara. Zëdhënësja e LSDM-s Bogdanka Kuzeska pretendon se zyrtarët dhe familjarët e zyrtarëve të VMRO-DPMNE-s nuk janë të barabart para ligjit. Ajo në konferencën e sotme për shtyp deklaroi se vëllai i kryetarit të komunës së Gazibabës, Boban Stevkovskit, Dalibor Stevkovski, nuk është dënuar nga policia, pasi që radari i policisë e ka regjistruar duke vozitur me shpejtësi më të madhe se e lejuara. Ajo thot se më 20 prill të këtij viti, në ora 18:31, në bulevardin Aleksandri i Maqedonisë në Shkup, policia nëpërmjet radarit ka regjistruar vetur që ka vozitur me shpejtësi shumë më të madhe se e lejuara, në pronësi të Dalibor Stevkovskit. Në mes të Shkupit, vëllai i kryetarit të komunës po fluturonte me 88 km/h edhe pse shpejtësia e lejuar është 50. Denoncuesit nga Ministria e Brendshme na siguruan një video regjistrim nga radari i Stevkovskit, në të cilën qartë shihet se sa ka vozitur Stevkovski në mes të Shkupit. Policët e kanë ndaluar që ta dënojnë për vozitje të shpejtë, por atëherë Dalibor Stevkovski ka telefonuar dikë në MPB dhe vetëm për 1 minutë. Një komandant i MPB-s i është paraqitur policëve
dhe i ka urdhëruar që vëllai i kryetarit të komunës së Gazibabës të mos dënohet. Sipas Kuzeskës, gjoba i u dha një personi me inicialet SPQ, sipas dokumentacionit nga denoncuesit. Për shkak se shkelja e ligjit është regjistruar, ata urdhëruan që dënimin t'ia shkruajnë dikujt tjetër. Dënimi është dhënë personit me iniciale SJ. Për çdo ditë njerëzit humbin jetët për shkak të vozitësve të pandërgjegjshëm. Çfarë bëjnë Toshkovski dhe MPB-ja? Në vend që të sigurojnë respektimin e ligjit, ata mbrojnë shkelesit vetëm sepse janë zyrtar të VMRO DPMN-s, edhe po tjetë vëllau im, do të mbaj përgjegjësi, është gënjeshtra më e madhe që ka thënë Toshkovski. Ligji për ata nuk vlen. LSDM kërkoi nga institucionet kompetente hetimin e këtij rasti. Nëse nuk ka përgjegjësi për vëllain e një zyrtari, çfarë duhet të presin qytetarët kur bëhet fjalë për zyrtar të rangut të lartë, tha Kuzeska. Ish kryetarja e Komisionit kundër korrupsionit Biljana Ivanovska i ka kërkuar pasardhës së saj në krye të këtij institucioni që të japë dorëheqje pas dyshimeve për përfshirje në aferën e njohur si Aditiv. Dimitrovska duhet të japë dorëheqje sa më shpejt të jetë e mundur, sepse ajo ende po e infekton institucionin në këtë mënyrë dhe duhet të largohet. Padyshim kjo është një goditje e rëndë për shoqërinë, institucionin dhe qytetarët, por tani duhet të kërkojmë një zgjidhje. Në parlament është duke u diskutuar kjo çështje, por edhe vetë institucioni nuk duhet të rri duar kryq, ka thënë Ivanovska. Dimitrovska u përfshi në mesin e të dyshuarve në rastin Aditiv sepse zbuloi informacione rreth hetimit për të pandehurit në këtë rast. Dy kampet politike shqiptare kanë shkëmbyer akuza për gjendjen e shqiptarëve në vend. BDI thekson se marginalizimi i shqiptarëve rrezikon stabilitetin, funksionalitetin dhe rrugën europiane të shtetit. Nga vlen, vlerësojnë se BDI nuk ka çfarë të kërkojnë nga votuesit, të cilët sipas tyre nuk janë aq naiv sa të besojnë gënjeshtrat e BDI-s. Bashkimi Demokratik për Integrim ka adresuar një sër kritikash për qeverinë. Sipas tyre, marginalizimi i shqiptarëve rrezikon stabilitetin, funksionalitetin dhe rrugën europiane të shtetit. Integristët kanë përmendur edhe disa çështje tjera. Ata thonë se përmes vendimeve të njashme dhe politikave të përjashtimit, shqiptarëve u është mohuar një rol i rëndësishëm në procese shtetërformuese dhe në drejtimin e përbashkët të vendit. Për të tejkaluar nga kjo situatë, nga partia kom ngulin në kërkesën e tyre që, siç thonë, vetëm zgjedhjet e parakohshme janë zgjidhje. Zvoglimi i rolit konstruktiv të shqiptarëve si partner kyç në ndërtimin e një shteti multietnik, demokratik dhe pro-perëndimor, jo vetëm që rrezikon kohezionin e brendshëm, por edhe minon kredibilitetin e Maqedonisë së Veriut në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Por më tepër, fakti se sot në qeveri nuk ka një përfaqësim legjitim të shqiptarëve, po një grup partish me mbështetje minimale, rreth 1% që qytetarët me të drejtë i quajnë koalicioni Flen, nuk mund të amnistojnë elitën politike maqedonase nga përgjegjësia për krijimin e ndarjeve të thella dhe dëmtimin e parikuperueshëm të unitetit të shtetit. E nga koalicioni Vlen deklarojnë se me këtë kërkesë, BDI dëshiron që VMRO DPMN të fitojë me mbi 60 deputet, nëse nuk mban zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Sipas Vlenit, BDI nuk dëshiron të dalë vetëm në zgjedhjet lokale, madje në versionin e tyre i kanë sqaruar këto pohime. Pse? Sepse për 22 vite kanë marrë pjesë në zgjedhje nga pozitat e pushtetit, duke keq përdorur MPB-n, shantazhuar të punësuarit në administrat, bler votat me paratë e qytetarëve, mbushur kutitë e votimit dhe falsifikuar vullnetin e votuesve. Tani janë të friksuar, koalicioni Vlen do t'i mund në zgjedhjet lokale të lira, të ndershme dhe demokratike. Pa reformë programore dhe kadrovike, nga Vlen vlerësojnë se BDI nuk ka se çfarë të kërkojnë nga votuesit, duke shtuar se, siç thonë, shqiptarët nuk janë aq naiv sa të besojnë gënjeshtrat e BDI-s. Propozim ligji për kodin penal, për procedurë penale, për shërbim gjyqësor dhe për kodin zgjedhor janë disa nga ligjet që pritet të miratohen muajt në vijim në kuadër të agjendës reformuese të sistemit të drejtësisë. Ministri i Drejtësisë tha sot se së shpejti pritet të miratohet propozimi ligji për kodin penal i cili do të përfshijë ndryshimet urgjente. Propozim ligji i ri për kodin penal pritet që javën e ardhshme të publikohet në regjistrin e vetëm nacional elektronik të rregulloreve, deklaroi sot ministri i Drejtësisë Igor Filkov. Ai tha se përgatitja e tij është drejt fundit, përkatësisht po bëhen konsultimet e fundit me Ministrinë e Brendshme
për harmonizimin e veprës penale drejtimi pa kujdesshëm i automjetit, e cila është pjesë përbërëse e projektit Qytet i Sigurt. I pyetur se a pret të ketë rezultat grupi punues për reforma në sistemin e drejtësisë, duke pasur parasysh faktin se edhe përkundër kërkesës së ministrit për nominim të emrave të ri, LSDM nuk i tërhoqi Ana Qupeskan dhe Elena Mihajlovan, Filkov nuk dha shumë detaje, por tha se aktivitetet kanë filluar. Takimi punës kaloi mirë, në atmosferë pune ishte shumë e shkurtër, njëra ndër më të shkurtërat në jetën time, më duhet ta pranoj, ku nga ana ime u informuam për çështjet dhe proceset e punës, se deri ku janë dhe ku mund të japin ata kontribut. Ajo që kryetari Filip që nuk i ka tërhequr, flet për kapacitetet e tyre. Sa i përket kodit zgjedhor, ai tha se synojnë të bëjnë konsultime të gjera në mënyrë që të mos ketë vërejtje të reja, siç ka ndodhur në të kaluarën. Mislim da ima vreme. Mendoj se kemi kohë të ulemi në 2 javët e ardhshme nëse ka disponim dhe vullnet politik nga ana e të gjithë aktorëve politik. Grupi punues do të jetë i optimizuar në interes të kohës, por ne udhëheqemi nga rekomandimet e OSBE ODIHR, të cilat i kemi më të rëndësishme. Në kuadër të agjendës reformuese, ministri paralajmëroi që muajt në vijim të miratohen edhe propozim ligji për kodin penal, për procedurë penale dhe për shërbim gjyqësor, ndërkaq po përgatitet edhe ligji për shkelje për qasje në informata me karakter publik, ligje për falje, për ekspertizë, për përmbarim, si dhe ligje të tjera në fushën e drejtësisë. Është hapur tenderi ndërkombëtar për ndërtimin e interkoneksionit 400 kV ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Drejtori Mepsos Burim Latifi njoftoi se për këtë projekt është anuluar marrëveshja me kontraktuesi paraprak, pasi siç theksoi ai, nga 269 themelet e parapara për shtyllat e linjës së transmetimit ishin përfunduar vetëm 24. Drejtori i Mepsos Burim Latifi ka njoftuar se është hapur tenderin ndërkombëtar për ndërtimin e interkoneksionit 400 kV ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Latifi thot se ky është një projekt kyç për integrimin rajonal dhe stabilitetin elektroenergjetik të vendit. Ai njoftoi se për këtë projekt është anuluar marrëveshja me kontraktuesin paraprak, pasi siç theksoi ai, nga 269 themelet e parapara për shtyllat të linjës së transmetimit ishin përfunduar vetëm 24, me justifikime për fonde shtesë. Latifi potencoi se ky projekt është hap themelor drejt përfundimit të korridorit energjetik rajonal lindje-perëndim, i cili lidh Bullgarin, Republikën e Maqedonisë së Veriut, Shqipërinë, Malin e Zi dhe Italinë përmes një kablli në New York. Parashikohet ndërtimi i rreth 100 kilometrave linjë transmetimi ajror nga stacioni transformator Manastiri 2 deri në kufirin Maqedonas Shqiptar. Projekti vlerësohet të kushtoj rreth 17 milion euro, i financuar përmes kredis dhe granteve nga bergj dhe fondet evropiane. Afati për dorëzimin e ofertave është 45 ditë, ndërsa zgjidhja e ofertuesit më të favorshëm pritet në 3 mujorin e 3 të këtij viti, me fillimin e realizimit të planifikuar për fillim të vitit 2026. Latifi tha se ky projekt për vendin do të thotë rritje e konsiderueshme e qëndrueshmërisë së rrjetit të transmetimit, me minimizim të rrezikut nga ndërprerjet dhe goditjet e çmimeve, dhe integrim strategjik në tregjet rajonale dhe europiane, që në afat të gjatë do të kontribojë për çmime të qëndrueshme, të përballueshme dhe konkurruese të energjisë elektrike. Masat për uljen e çmimeve kanë dhënë rezultat. Ky është vlerësimi i ministrit të ekonomisë dhe punës Besar Durmishi, i cili bërë të ditur se së bashku me Inspektoratin Shtetëror të Tregut do të dalin në terren. Nëse vërehet se ka rritje të çmimeve, do të ketë masa më rigoroze, deklaroi Durmishi. Në pjesën e ushqimeve dhe pijeve janë zvogluar çmimet. Informacionet i kemi se këtë muaj prill, të dhënat tregojnë se çmimet në pjesën e ushqimit dhe pijeve janë ulur, kështu që masat kanë dhënë rezultat. Tutje në bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror të Tregut do të jemi në terren, do të shohim çmimet nëse ka devijim nga ana e marketeve, nëse kemi rritje enorme të çmimeve, normalisht që do të shkojmë sërish me masa të reja, ka deklaruar Durmishi.
Propozim ligji I ri energjisë është një dokument që do të formosoj sektorin energjetik të Maqedonisë në dekadat e ardhshme, ka njoftuar sot Ministria e Energjetikës, Minierave dhe Borimeve Minerale. Sipas zyrtarëve, ky nuk është vetëm një ligj, por një vizion për një sistem energjetik modern të qëndrueshëm dhe konkurrues që do të sjellë përfitime për ekonominë qytetare dhe mjedisin. Ky ligj nuk ka të bëjë vetëm me përmbushjen e detyrimeve evropiane, është një bazë për krijimin e një sistemi energjetik që do të tërheqë investime, do të krijojë vende pune, do të mbrojë mjedisin dhe do të sigurojë energji të besueshme dhe të përballueshme për çdo qytetar, theksohet në komunikat. Është betuar sot si rektori I ri I Universitetit Nën Tereza në Shkup. Fetaj deklaroi se misioni I tij është që të krijojë valë të ndryshme pozitive përmes arsimit. Në anën tjetër, rektori I deritanishëm Izet Zeqiri deklaroi se deri tash janë realizuar shumë projekte që kanë ndryshuar për të mirën në këtij institucioni arsimor. Në Universitetin Nën Tereza në Shkup, gjatë ditës së sotme është zhvilluar ceremonia e inaugurimit të rektorit të saposgjedhur Bekim Fetaj, nga ku bartja e funksionit të rektorit u bë nga rektori I deritanishëm Izet Zeqiri. Gjatë dorëzimit të funksionit, Zeqiri theksoi rëndësinë e pozitës së rektorit, si dhe sfidat dhe arritjet e tij si rektor ndër vite. Tutje, ai falenderoi Odën Ekonomike Veriperëndimore, Fondacionin Aksis, si dhe kryetaren e komunës së Shkupit për përkrahjen e të gjitha investimeve. Projekti I famshëm 2017-ës I kampusit thuj se nuk ishte gjallë. Iniciuam aneks kontratën, realizuam projektin në vlerë 60 milion euro, ku 50% e projektit së shpejti do të hapet tenderi, do të fillon me 34.5 milion euro që e vërtetoi edhe ministresha. Unë të nuk ishte donacione. Fal lidhjeve dhe besimit që kishim me partnerët dhe me komunitetin e biznesit, realizuam mbi 300.000 euro donacione për të ndërtuar dhe renovuar të gjitha këto objekte përcjellëse të cilat I kemi këtu. Ndërkaq, rektori I saposgjedhur Bekim Fetaj pranoi këtë post me mjaft entuziazëm dhe plot përkushtim, nga ku shprehet se misioni I tij është që të krijojë valë të ndryshimit pozitiv përmes arsimit, që të I kalon kufijt ton, kulturën, nacionalitetet dhe rrethina të ndryshme akademike dhe shkencore. Se kjo do të jetë një periudhë mjaft me rëndësi për universitetin dhe ndjem, domethënë, një nder që na është dhënë, domethënë të udhëheqim një institucion aq të arsimit të lartë me aq rëndësi. Kemi parë shumë pika, do të veçoj vetëm disa për tyre, më me rëndësi, domethënë, rritja dhe kvaliteti I edukimit, digitalizimi I universitetit dhe pjesa e infrastrukturës. Gjithashtu edhe bashkëpunimi si kombëtar është ndërkombëtar dhe krijimi I gjeneratave të reja me cilësore dhe Ndërkaq, Ministria e Arsimit Vesna Janevska falenderoi rektorin e deritanishëm Izet Zeqiri, si dhe rektorit të ri I uroi punë edhe më të suksesshme dhe bashkëpunim të frytshëm me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Universitetet Majka Tereza Universiteti Nën Tereza është universiteti jonë më I ri dhe qeveria do ta mbështesë në vazhdimsi rritjen dhe zhvillimin e tij. Në 5 vitet e ardhshme me 34 milion euro do t'i mbështesim nevojat infrastrukturore të këtij universiteti, me çka do të krijojmë kushte për punë më të mirë edhe për profesorët edhe për studentët. E gjithë kjo për të formuar kuadro të rinj të cilët do ta ndërtojnë në vazhdimsi vendin tonë. Ndërkaq, për përkushtimin e tij në shenjë falenderimi, rektori I deritanishëm Izet Zeqiri u nderua me një dhuratë për të përkujtuar punën e palodhshme në universitet. Dhe po ashtu edhe rektori I këtij mandati Bekim Fetaj u mirëprit me një dhuratë për angazhimin e tij në detyrë. Gjykata themelore në Prishtinë ka lëshuar urdhër arrest ndaj Milan Radojčićit dhe 19 serbëve të tjerë për veprën penale krime lufte kundër popullatës civile. Ata dyshohen se kanë vrarë rreth 106 civil shqiptar në Gjakov. Milan Radojčić akuzohet edhe për sulmin terrorist në Banjsk të Zveçanit, sulm për të cilin edhe ka pranuar përgjegjësinë. Për këtë rast, gjykata ka lëshuar letër rreshtime ndërkombëtare për sigurimin e prezencës së Radojčićit dhe të pandehurëve tjerë në procedurë.
Nga data 1 maj 2025 u të rikthehet në funksion marrëveshja për lëvizje të lirë të automjeteve pa ndalesë në kufirin në mes Kosovës dhe Shqipërisë, saktësisht pika kufitare Vërmic-Morin. Me rikthimin e kësaj marrëveshje, udhëtarët e të dyja vendeve nuk do t'i nënshtrohen më kontrolleve kufitare në hyrje dhe dalje mes Kosovës dhe Shqipërisë, duke lehtësuar ndjeshëm qarkullimin. Gjatë fundjavës, pika kufitare Morinës ka shënuar një fluks të lartë udhëtarësh. Rebelët e Jemenës Houthi me 28 prill pretenduan se një sulm ajror i kryer nga Shtetet e Bashkuara që goditi një burg ku mbaheshin migrantët afrikan ka vrarë të paktën 30 persona. Ushtria amerikane nuk ka komentuar për këto pretendime. Ky sulm megjithëse do të rrisë pikpyetjet lidhur me aktivitetin e fushatës amerikane që shënjestron carqet e rebelëve, teksa administrata e presidentit amerikan Donald Trump po negocion me aleatin kryesor të rebelëve Iranin për programin bërthamor të Teheranit që po avancon me shpejtësi. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për momentin, bashkë, mirupafshim.